Më bëj foto dhe video më atis. Ishtë në matë dorës të djatë. Si dorës të djatë. Me këta. Kushtë asë një të e po këshu më dhe në po s'kajtë. Ishe dhe vendosë me një atë? Ishe dhe vendosë me një atë. Po të një. Në KZAZ-n e shkollës 9 vjeçare Musa Çakëri, ku nga 3 qendra votimi pjesëmarrëse 4509, 4509 fraksion 1-shi, 4509 fraksion 2-shi, pjesëmarrja totale e listës së votuesve ka qenë rreth 1700 votues. E ndërkohë deri në këto momente 11:15 që shënon ora, pjesëmarrja duket me rendiment të ulët dhe as pak problematike të themi. Rreth 143 votues kanë zgjedhur që votën e tyre të japin në vunet të lirë. Presim që orët në vijim të rrisin edhe rendimentin e pjesëmarrjes në votime, duke dhënë një vunet dhe një ndërgjegjësim qytetar. Deri më tani vetëm problematika të vogla dhe incidente të vogla me PEN, me pajisjen elektronike. Do dhemi në shkollën 9 vjeçare në Dukat Fshat 22 nëntori. Shkollë kjo e cila hapet vetëm ditën e zgjedhjeve. Në këtë KZAZ janë 2 qendra votimi, 45-15-00 dhe 45-15-01. Janë mbi 1110 votues, të cilët do duhet të ushtronin të drejtën e tyre të votës pranë kësaj KZAZ-je, por fatkeqësisht ora shënon 11:20 dhe deri më tani janë vetëm 30 persona të cilët janë drejtuar pranë kësaj KZAZ-je për të ushtruar të drejtën e tyre të votimit. Megjithatë, votimi në këtë qendër vijon të jetë Mbetje, tu jemi të qendra e votimit 4477 fraksion 01-shi, gjithsej kemi 528 votues. Vijshmëria e procesit ka vazhduar pa probleme. Shpresojmë që të vazhdojë kështu deri në fund. Pjesëmarrja deri tani e votuesve si ka qenë? Deri tani themi okay, por shpresojmë se do të vazhdojë edhe më mirë në vazhdimsi. Ndodhemi në Universitetin Ismail Qemali, ku ndodhen 4 qendra votimi, 4471, 4471 fraksion 1, 4471 fraksion 2 dhe 4471 fraksion 3, ku janë shfaqur dhe problemet e para. Ka pasur probleme me pajisjen PEN të identifikimit të qytetarëve, gjithashtu mungesë të anëtarëve të qendrave të votimit, ndërsa pjesëmarrja ka qenë shumë e ulët. Yeah.
Procesi I votimit ka nisur prej orës 7 të mëngjesit edhe pranë shkollës Rilindja në qytetin e Vlorës, aty ku janë të vendosura 4 qendra votimi. Nga ajo çfarë raportohet të paktën nga komisionerët nuk ka pasur problematika, ndërsa procesi ka nisur sipas orarit të përcaktuar rreth orës 7 të mëngjesit. Deri në këto momente ka patur pak pjesëmarrje të personave të cilët kanë ardhur për të votuar dhe për të shprehur vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë në zgjedhjet e 9 nëntorit në qytetin e Vlorës. Ne ndodhemi me grupin e xhirimit në shkollën 9-vjeçare publike Muçodelo, ku janë të vendosura 3 qendra votimi. Ato janë 44-59, 44-59-1 dhe 44-59-2. Ndërkohë që sipas një të themi monitorimi të shkurtër, edhe pse ora është rreth 8:20, numri është shumë I pakët I votuesve. Ndërkohë që në këto 3 qendra, zgjedhësit janë në qendrën e parë janë 784 votues, në të dytën 951 zgjedhës dhe në të tretën 770 është numri I zgjedhësve që janë thirrur sot për të votuar për një nga kandidatët. Kandidatja e Partisë Socialiste Bruna Mersini, kandidati I mbështetur nga Partia Demokratike Ervin Sota dhe kandidati që është I opozitës por që nuk mbështetet nga opozita Gjergjinika. Po, votuam. Pas ka ardhur shpejt, se përgjithsisht vim me vonesë në këtu. Do lëvizim kemi të tjera se bepet do lëvizim. Qofshin mirë. Bëre mirë që votove? Po bëra e drejtë e votës. Duhet të dalin dhe qytetarët e tjerë? Po duhet të dalin përsa që është vota është e lirë, duhet ta hedhin. Ne erdhëm çik shpejt se do lëvizim. Ai kalofshimi.